Protestat për fshatin Baks të Rjollit kanë kaluar tashmë 1 muaj, ndërsa banorët mbeten të vendosur për të ndaluar punimet e resortit të ndërtuar në tokën që pretendojnë se u takon prej brezash. Aktiviteti i tyre u përshkallëzua kur makineritë e kompanisë ndërtuese u dëmtuan gjatë një proteste që sodhi ndërhyrjen e gjykatës së shkallës së parë të Shkodrës. Vendimi i gjykatës lejon lirimin e banorëve me kusht, duke vendosur një kufizim të qartë. Ata nuk mund të afrohen pranë kantierit të punimeve, por banorët ky kufizim është i parsyeshëm, duke konsideruar një pengesë ndaj së drejtës së tyre për të mbrojtur pronën dhe për të vazhduar protestat paqësore. Megjithatë, komuniteti i Rjollit nuk ka ndërmend të heqë dorë, ato vazhdojnë të mblidhen sistematikisht në zonë duke bërë thirrje për pezullimin e ndërtimit dhe duke kërkuar drejtësi për pronësinë. Vendosmëria e tyre reflekton shqetësim për ruajtjen e tokës së tyre dhe trashëgiminë që ajo përfaqëson. Banorët kanë deklaruar se janë të gatshëm të bëjnë çdo sakrificë për të mbrojtur tokën e tyre, duke e kthyer këtë betejë në një simbol të qendresës komunitare kundër investimeve që nuk kanë marrë pëlqimin e komunitetit lokal. Ndërkohë, procesi gjyqësor për pronësim vazhdon, ndërsa tensionet mes kompanisë ndërtuese dhe banorëve mbeten të larta.